Të nderuar dhe shumë të respektuar xhamatlie, falenderojmë Allahun, Zotin ton. Dhe nga thellësia e zemrave dhe shpirtërave tonë të pastërt, tërhamdin, falenderimin për uljen në nështrimin ia shprehim Allahut, Zotit ton. Selam dhe selavate më të sinqerta u dërgojmë se pejgamberëve të Zotit xhalleshanuhu në përgjithësi dhe në veçanti, vulës së krejt pejgamberëve dhe më të dashurit të Allahut xhalleshanuhu, krijesës më të ndritur dhe më të pastërt që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës, e ajo është Muhamedi, paqja, mëshira, rahmeti dhe begatit e Allahut xhalleshanuhu, qofshin mbi të, mbi familjen, mbi shokët dhe mbi ne besimtarëve musliman që me shumë krenari dhe me përulltësinë më të madhe e pasojmë dhe ndjekim traditën, sunetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam, deri atëherë ku Allahu te bareke ve teala ka përcaktuar për ne që të mos ketë ditë më. Vëllezër besimtar, edhe sot me urdhërin dhe me sugjerimin e kryesisë së Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, kem para veti një deklarat, një reagim, një kundërshtim, i cili duhet patjetër të jetë nga ne, sepse këto veprime të cilat po bëhen në dëm dhe kundër Islamit në përgjithësi, e Bashkisë Islame, e xhamive, e hoxhallarëve, e institucionit ton të madh të Islamit ton të pastër dhe të ndritur në veçanti. Andaj, unë edhe sot do ta lexoj këtë deklarat para jush, duke qenë të bindur se me të vërtet ne do të dijmë dhe duam dhe do t'ja dalim ta ruajmë edhe ta mbrojmë këtë Islam, këtë fe të ndritur, këtë unitet, këtë bashkim, edhe këtë vend e këtë shtet e këtë tokë tonën të shejten, të cilën e kemi mbrojt, e kemi rujt, kemi ditë me mbrojt, kemi ditë me rujt, edhe në rrethona shumë më të rënda dhe shumë më të vështira, e do të dim sot dhe do të dim edhe nesër. Duke qenë gjithmonë krenar me atë që farë bërëm dje, me atë që bëjmë sot dhe me atë që do të bëjmë nesër. Me shtetin, me vendin, me fen, me traditat, me familjet, me xhamit dhe me njerëzit tonë të ndritur dhe të dijes. Citoj: të dashur besimtar, në ditët e zhvillimeve të fundit dhe arrestimit të një personi të dyshuar për spionazh e veprimtaria armiqësore dhe për hapje të ideologjive ekstreme fetare në Kosovë, në dobi dhe për interesa të Serbisë, ndjejmë për obligim të reagojmë qartë dhe me përgjegjësi. Ky rast, siç është raportuar nga media dhe institucionet relevante të sigurisë, ka të bëjë me një person të dyshuar se ka bashkëpunuar me shërbimet e sigurisë së Serbisë me qëllime që të keq përdor fen islame si pretekst për hapjen e rrymave të dëmshme në mesin e rinisë sonë, për të infektuar mendjen e tyre duke dëmtuar fen tonë të pastër islame, imazhin e kombit dhe shtetit tonë të Kosovës. Madje ai person në emër të fesë për interesat të Serbisë kishte shkuar edhe në Siri. Një luftë që ne prej fillimit e kemi sqaruar se nuk ka të bëj asgjë me fenë islame, por që është shfrytëzuar për agenda të ndryshme kundër fesë dhe kombit tonë. Vëllezër besimtar, Islami
është feje e paqes, e mëshirës dhe e respektit për rend dhe drejtësi. Islami e mbështet shtetin, sigurinë dhe është kundër tradhtisë. Ta tradhtosh një person është prej mëkateve të mëdha në Islam. E lere mo ta tradhtosh kombin, shtetin, vendin, fenë, duke e shfrytzuar atë si pretekst për të shërbyer armikut. Në këtë kontekst, përshëndesim veprimin e institucioneve tona të sigurisë dhe shprehim kundërshtimin e fortë ndaj çdo forme të përpjekjes për institucionalizimin e fesë, për instrumentalizimin e fesë për qëllime politike, propagandeske apo të spionazhit. Këto veprime janë sulme ndaj shtetit, ndaj shoqërisë dhe sulmi më i madh ndaj fesë së pastërt islame. Të dashur besimtar, ju bëjmë thirrje të gjithëve, veçanërisht rinisë tonë, që të keni kujdes të shtuar dhe të mos bëni në kurthat e rrybave devijante, të cilat synojnë t'ju manipulojnë në emër të fesë. Mos lejoni që askush të përdor emrin e Zotit për qëllime armiqësore dhe të errëta. Ju ftojmë që të merrni mësime fetare vetëm nga Bashkësia Islame dhe nga imamët e saj të angazhuar në xhamit anë kënd Kosovës, që janë shtëpi të Zotit dhe që nuk mund të zëvendësohen asnjëherë me kthina apo lokale të ndryshme, propa të cilave nuk dihet se kush qëndron. Të mos ndiqni individ apo platforma anonime që pretendojnë të shpërndojnë dije islame, por që në thelb mund të jenë mjete të propagandës së agjendave të cilat janë të qendrave të huaja që janë kundër kombit, kundër shtetit dhe kundër fesë tonë. Mos harroni se dashuria për atë dheun është pjesë e besimit tonë të pastërt islam. Ndërsa mbështetja për shtetin është obligim fetar dhe qytetar. Si besimtar të devotshëm, kemi qenë dhe duhet të mbesim pjesë e mbështetjes së paqes, unitetit dhe identitetit kombëtar. Ne qëndrojmë përkrah institucioneve tona që çdo përpjekje për të mbrojtur vendin ton nga ndikimet e huaja dhe për të ndërtuar një shoqëri të drejtë, të sigurt dhe të ndriçuar në dritën e dijes së vërtetë të fesë së pastër islam. Le të jemi të bashkuar, të vendosshëm dhe të qëndrueshëm, le të mos lejojmë askënd që të keqpërdor fenë dhe ekstremizmin për të na përço, për të na manipulu, për të na kthy kundër njëri tjetrit. Kudo që dëgjoni qëndrime radikale dhe ekstremiste, pavarësisht natyrës së tyre, duhet të dini se prap atyre mund të fshihen çorçe që nuk ja duan të mirën Kosovës dhe fesë tonë. Kombi tonë dhe që synojnë për çamje cenimin e bashkëjetesës si vlerë kombëtare e jona. Është detyrë e jona që të jemi syqel e vigjilent, të ruajmë shtetin dhe fenë, të mos bim prej e provokimeve të ndryshme dhe të raportojmë raste kudo që kemi dyshime. Zoti na ruajt ne atë dheun ton nga çdo e keqe. Allahumma amin. Elusim Allahun xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu që tendencat të tilla që nuk janë as të frikshme e as
të panjohura për neve, t'i luftojmë me maturi, me qëndrueshmëri, sepse tendencat të tilla për të na shpoll ne si terrorist, për të na shpoll ne si fundamentalist, për të na shpoll ne si islamist të rrezikshëm, dhe nga rreziku i të cilës rrezikohet Ballkani, vendi e kjo pjesë e Evropës, ka pas edhe gjatë pushtetit, por edhe nga pushteti kriminal serb. As atëherë nuk ja ka arrit, nga se bota demokratike e ka ditë, e ka po qartë synimin, qëllimin, imazhin ton si musliman shqiptar në këtë troje, se është më të vërtet për të ruajtur fort traditën, kulturën, fen, kombin ton të dashur dhe të ndritur. Dhe ne edhe sot, edhe nesër do të dim dhe do t'ja arrim t'i shmangim, t'i largojmë dhe të mos i lejojmë në asnjë mënyrë dhe në asnjë formë që tendenca të tilla prap përsëri, po nga i njëjti shtet dhe po nga i njëjti vend, i cili dje tentonte të na quante të tillë, po mundohen që na bëhen. Po pikërisht nga Serbia mirën, indoktrinohen, keq përdoren në forma dhe mënyra të ndryshme individ dhe persona të cilët shiten në emën fatkeqësisht të këtij islamit të pastër dhe të ndritur, i cili vetëm paqe e mirësi i ka sjell njerëzimit në përgjithësi, po dhe vendit ton edhe popullit ton në veçantë. Andaj, të jemi suqel, të thirrim mendjeve tona, të jemi të kujdesshëm dhe problematikat fetare t'i sqarojmë, t'i trajtojmë së bashku nëpër institucionet tona, nëpër vend xhamijat tona, dhe asesi të mos lejojmë e të mos i dhëmë vetës drejt për të hamend në emën të asaj se nuk din filon hoxha, nuk din këta hoxhollar, do të me vetë tjerë hoxhollar ma të dishum, do të me ngu tjerë hoxhollar ma të dishum, sepse këta nuk po din, po na jenë që ata që dje kur ti nuk je konë këtu heq, na jena konë këtu. E në rrezik të madh nuk janë ata që din për këtyne qarqeve, janë pikërisht ata që nuk din, janë pikërisht ata që dje kanë fillu me ra Zotit në sejdë, e sot fillojnë me gjetë gabime, elshime, hoxhës, bashkisë islame, institucionit, shtetit, vendit, komunës, kryetarit, ati tjetrit, madje tani ndoshta edhe krye familjarit, e kështu me radhë, dhe arrin deri te shkatrimi i individit, i familjes, i rajonit, i vendit, edhe i shtetit. Allahu na rujt. Sadakallahu l-azim,